Kampi veror i buzëqeshim verës, i organizuar nga Bashkia Shkodër, po vjon me sukses për të tretin vit radhazi, duke mbledhur qindra fëmijë në një atmosferë plot lojra, aktivitete edukative dhe arktim. Fëmijët shprehen se po kalojnë një verë të veçantë, po arktohen çdo ditë dhe mbi të gjitha, po krijojnë miqësi të reja që shpresojnë t'i ruajnë edhe pas përfundimit të kampit. Mu duk një mënyrë shumë e bukur që fëmijët mu vunë në aktivitet gjatë verës, edhe përderisa kam pas mundësinë me kanë pjesëmarrëse e kësaj kënaqësie pse jo. Pëlqen shumë vullnetarizmi. Shumë mirë në këtë kamp, na kënaq na shumë të lut. Ne qëndrojmë nga ora 9 deri në orën 12 satër. Po mi çdo ditë pëlqej shumë lut. Vim çdo ditë, jena shoqë edhe kushina. Lujm për shembull, lujm lojna me rraf, lujm disa lojna që na thot kampi, vizatojmë, na thonë histori, më pëlqen shumë kampi. Unë veja kaloj shumë mirë, më pëlqen kampi shumë, mu me pëlqen kampin dhe shkolla, unë kënaqem në kampin dhe në shkollë. Pëlqem shumë, e na dëshirëm me lujt më shumë futboll. Punojësia sociale Stesi Boriçi shprehet se interesi këtë vit ka qenë shumë më i lartë se pritshmëritë, me regjistrime që kanë tejkaluar parashikimet. Për këtë arsye, kampi është zgjatur edhe me një javë në mënyrë që sa më shumë fëmijë të bëhen pjesë e aktiviteteve. Relativisht kena pas një numër të madh të përfshirjes të fëmijëve nga rajoni 3, 4, 5, por ashtu dhe komuniteti rom. Ato janë mësuar me njëri tjetrin, kanë krijuar miqësi të reja dhe po arktohen në lojrat që ne kena menduar për ta dhe po ashtu pyesim edhe ato vetë për dëshirat që kanë për zhvillimin e lojrave dhe kena një bashkëpunim shumë të mirë me fëmijët. I zhvilluar në disa qendra komunitare dhe shkolla si në qytet ashtu edhe në njësitë administrative, kampi i ofron fëmijëve mundësi për t'u socializuar, për të zhvilluar aftësi të reja edhe për të kaluar pushime verore në një mjedis të sigurt, edukativ edhe gjithëpërfshirës.